Ke ndjek politikën në Kosovë, se përmendëm më herët bashkë me Fatmir Shehullin, kryeministin Kurti. A kështë këshillu ato diçka si psikologe? Shumë pak, por gjithsesi thash, psikologja është individualiste dhe psikologja i udhëzon njerëzit që pa rregulluar veten e vet mos merren me tjerët. Kështu që dhe atit njëjtën gjë do i thoja që më mor me veten, shiko veten, prioritizo veten, pastaj me tjerët. Bravo, do gjej. Selma, pse po ndohen çiftet, domethënë këtu në aspektin psikologjik, si e sheti, domethënë këtë natyrë që ka shumë ndarje çifte, nuk janë të lumtur, të rinj, njoftuar shpejt, ndohen shpejt. Një nga gjërat kryesore, cila ndikon tek çiftet është mungesa e komunikimit. Ose dhe nëse ka komunikim, komunikimi jo i duhur. Pra kemi konflikte që kanë ngelur nga pas, kemi probleme të cilat nuk zgjidhen, biseda të cilat vendosen që ta nashkalohen për shkak të sikletit, për shkak të ankthit që mund të sjellin. Kemi dhe çifte të cilat vetëm që mos lëkundin apo vetëm që mos dëmtojnë marrëdhëniet e tyre, vendosin që disa gjëra mos t'i komunikojnë fare. Edhe normalisht që me kalimin e kohës ato bëhen njëra mbi tjetrën edhe ndikojnë. Për shembull, ne kemi çifte që i pyesim se pse po ndaheni dhe ato nuk kanë një arsye konkrete, sepse ato vetë nuk kanë arritur ta pranojnë atë që është. Por që njeriu kur rritet krijon dhe një, që në anglisht ne i themi attachment style, dhe një stil në cilën ti drejtohesh një persone. Mund të jetë një stil anksios, mund të jetë një stil i sigurt, mund të jetë një stil i cili është shmangës, dhe kur përplasen dy stilet kundërta, pa folur me njëri tjetrin, krijojnë konflikte që më vonë nuk kuptohen se nga vijnë. Ka njerëz që gjuhën e dashurisë e marrin me të folur, kanë nevojë gjatë gjithë kohës për fjalë. Ka njerëz që gjuhën e dashurisë e marrin vetëm me kontakt fizik, dhe këto dyja ndonjëherë nuk përputhen bashkë dhe njeriu ndihet i padashur nga partneri. Po kështu për shembull, nëse një çift me marrë shembull është i martuar dhe ka një fëmijë për shembull, edhe fëmia i tij apo i tyre nuk duan me bë koprac apo nervoz me qenë. Si me usill me fëmijët? Tani nuk besoj që është mirë që t'i vejmë emra, koprac, apo fëmijë keq, apo fëmijë mirë, sepse fëmia në funditës është fëmijë. Edhe fëmia nuk lind i ditur, fëmia mëson gjatë rrugës. Dhe një eksperiment i Albert Bandurës me lodrën Bobo ka provuar se si fëmijët kanë tendencën që thjesht të kopjojnë, të modelojnë dikë tjetër momentin që nuk dinë se si të reagojnë. Ishte eksperimenti dhe një nga ato lodrat Bobo që lëvizin, fëmijët cilët kanë parë dikë që i godiste lodrës, momentin që ngelën vetën me lodrën, i godisnin. Fëmijët që kanë parë dikë që e përqafonte lodrën, momentin që ngelin vetëm, shkonin dhe përqafonin se nuk dinin se si luajmë atë. E njëjta gjë ndodh edhe në përditshmërinë, qofse ne duam që të modelojmë një sjellje të caktuar, ne duhet ta bëjmë vetë, pastaj t'i kërkojmë fëmijës që ta bëjë. Për shembull, ne si vend kemi këtë idenë që të bëjë fëmija mirë dhe nuk ka rëndësi se si e mësojmë. Pra mund t'i themi fëmijës që jepja lodrën fëmijës tjetër, jepja këtë, jepja atë, ndërkohë që fëmija atë e quan si humbje. Sikur unë po ja dhash atij, unë nuk e kam më vetë, sa aq është mendimi i një fëmije. Ndërkohë që në fakt ti mund t'i mësosh fëmijës që të fitojë një eksperiencë tre, duke i thënë që hajde lozni bashk. Pra që ai të mendojë që po fiton një eksperiencë ose po humbet një lodër. Pastaj është e thënë edhe nga Piaget se empatia, që është kjo që fëmijët kuptojnë tjerët, fillon me të vërtet nga mosha 2 deri në 7 vjet. Ama ajo zhvillohet nga 7 deri në 11. Pra ne nuk është se kemi fëmijë të këqij apo fëmijë koprac. Ne thjesht kemi fëmijë të cilët nuk kanë zhvilluar akoma disa aftësi sociale që zhvillohen vetëm duke ndetur me fëmijë të tjerë. Unë kam punuar dhe në kopshin Cicërimët edhe e kam vënë re se si fëmijët, momentin që hyjnë në kopsh, janë shumë ndryshe nga ato që kanë vite apo edhe qoftë muaj që rrinë aty, sepse dinë socializohen dhe dinë se si të luajnë me fëmijët e tjerë. Shumë mirë. Super. Po për Sehire, se kena vetë edhe profesorja Shardemir? Sehire, Magjit? Po Magjit. A ekzistojnë edhe a i nje shkenca psikologjisë? Shkenca psikologjisë beson më shumë tek energjit. Beson që çat besosh ti, do e tërheqësh, do e bësh, por jo në mënyrën magjike. Ju si psikologe, çka mendoni se Selma? Unë si psikologe mendoj që manifestimet ekzistojnë, po jo në mënyrë magjike, në mënyrë psikologjike. Pra është në anglisht quhet self-fulfilling theory, që do të thënë teoria e gjës që ti arrin ta plotësosh. Pra, nëse unë sot do vija në emision me idenë se ju më keni shumë inat, unë do reagoja sikur ti më ke shumë inat dhe emisioni nuk do ishte i bukur. Është vërtet. Ti do më kishe inat në fund. Është vërtet. Ç'do vinë domosdoshmë nga.
Nëse unë vi me idenë se tim ke qef, me zonë ke pritur, normalisht që do reagoja ndryshe, emisioni do dilte i bukur, me vërtet do më kishe qef, me zërë do më kishe pritur një herë tjetër. Shumë e vërtet. Kështu që ke kjo besoj, unë jo tek magjia. E thua ma herë që e pikturën e kështu vizatone. Po, unë pikturoj, vizatoj, Ta bina një flet me pikturu sonte t'i shka? Në fakt e kam sjell unë një tablo, se nuk më duk një flet për të sjell këtu. A kjo kod t'i shka publik, a? Në qofse Regjeja mund të ndihmohet, ma kaloje pak? Është një portret i yti, bashkë me emrin e emisionit. Bravo, ja, dhe emri më fund. Ti ke pikturuar? Po, unë e kam pikturuar. Me qka, me laps? Me laps, po, vetëm me laps. Karikatur ku ka? Jo, karikatura është më shumë bullizuese fyese, kjo është një portret. Po mi se pas ke qitë knezaj, ftyrën ma pas ke po pa. Emisioni, televizioni, vetëm ftyrën nëzjerë. Po, një dhe t'killim i pas ke, falimderit shumë. Falimderit. Nërë të kiti për sinema, falimderit shumë. Hej, krejt fund se ma të ishta më të vetë edhe për jetën private, të më thonë, a e lidhe, martune, për nashta dhe i njëre? Jo, unë jam fokusuar në karrierën time, jam fokusuar që të plotësoj vetën time, dhe kur të arri atë stadin më të lartë vetë plotësimit, atëherë do filloj të mendoj për gjërat e tjera. Po kështu me reklama me kështu, apo mere si influencerat, ka të njerës që shkrujnë në Instagram, se kishe followesa shumë? Absolutisht ka, por unë kam një dyqan timin, një biznes timin, dhe kam vendosur që imazhin tim t'ja jap vetëm ati biznesi. Ki dyqan të veshje? Unë kam një dyqan veshjesh edhe dua që imazhin im mbetet i imi, prandaj. Ke orë për Shqipërisë nga ke bon derë? Atëherë është Ego Albania. Ego Albania? Po. Me qka, ka veshje për femra? Po, ka veshje për femra, ka veshje për meshkuj. Qysh me lip në Instagram, Ego? Ego Albania. Ego Albania. Po. Aty e ki me përësi online, Unë në bas të një bashkëpunimi që unë kam pas bërë me një kompani shumë të famshme angleze, Ego, atëherë vendosa që pas disa bashkëpunimesh, ta sillja edhe në Shqipëri edhe tani është në Tiranë. Pjesë e Top Channel nuk i, a? Pjesë e Top Channel nuk i, mo? Pjesë e Top Channel është shtëpia ime, kanë thënë ato, Top Channel është shtëpi. Kështu që sa herë që të më thërasin, unë jam aty, edhe do mundojmë që gjithmonë mos t'i pres kontaktet me atë. E dua shumë si emision se aty jam rritur televizisht. Unë falenderoj shumë që gjete kurën edhe mësinë edhe erdhe nga Shqipëria, të fola i banë shumë profesor Jashar Demirit, edhe Dirën, e Lirën e kam shumë shuqe, edhe për fund e këshmi ndjek edhe një balot për Altin Ajzerit, e të falenderoj shumë. Falenderit, do artë të kritë për të sigurit. Falenderit shumë, falenderit. E vin vapor ato i